qysh e lufton Zvicra dezinformimin? Këtë lufta kundër të pavërtetave nuk bazohet veç në masa të shpejta, por në analiza dhe hulumtime nga institucione serioze. Studimet nga Universiteti Zürichu tregojnë se mënyra se si njerëzit informohen ndikon drejt për drejt në përhapjen e lajmeve të rreme. Ndërkohë analizat të Universitetit të Bernit kanë zbuluar se algoritmet e Google-it dhe YouTube mund të ndikojnë se çfarë informacioni shohin dhe klikojnë qytetarët e këtij vendi. Edhe Zyra Federale e Komunikimit ka realizuar eksperimente që tregojnë se njerëzit shpesh shpërndajnë informacione të paverifikuara plotësisht. Pra, edhe në vendet e zhvilluara si Zvicra, avancimi i inteligjencës artificiale është bërë sfidë e madhe. Sipas analizave të TASUS, që është institucion shtetëror që merret me vlerësimin e ndikimit të teknologjisë në shoqëri, deepfake dhe përmbajtjet e manipuluara janë në rritje. Por materialet që duken bindëse shpërndahen shumë shpejt në rrjetet sociale. Për këtë arsye, Zvicra po kërkon më shumë transparencë nga platformat dhe njëkohësisht po investon në edukimin e publikut, sepse sipas këtyre studimeve, konkluza është se mbrojtja më e fortë kundër dezinformimit është një publik që di ta dallojë të vërtetën nga gënjeshtra.